Hajde legjenda! Ka përdisë. I kusta i vari. Diella do të lind edhe fëmijë. Këto janë veprime satanistë, më këto janë do lindë diella. Me këto e lindë diella fëmijë me Ramën, do e lindë Ram, ato fëmijë diella. Çan do dallë që kështu më. Ka shoqit ngushtë Rama me Loni? Po ai bie në gjuhën e saj. I puth këmbët, ç'a të them ty? Po ç'është kjo online, mua atëherë qëllon që unë online dikush mund të marrë një plak 80 vjeç, edhe thot u martova thot. Belia ishte një barishte e vogël, një barishte e prishur. Ne duhet të shkulim të gjithë barin që kopshi jon të lullëzoj. Duhet bar i ri. Rinia mos të mëri mua rrugëve, më pi drogë edhe shkojmë bas. Kena një rast konkret? Natyrisht. E ke lënë domate si duket të shërit çmimi, se kaloi koha tani ke filluar me hide për gjujt këta që pshurrit e Skënderbeu apo jo? Bleva hide, po ishin shumë të shtrenjta, është e habitshme, 7.000 lekë kilja ideve. Edhe unë nuk kam lek, edhe bleva 2.000 lekë, sa për veten time. Sa ishte 7.000 lekë kilja ideve? Që idet bëhen vetë çelin gjitha vetë bën edhe 7.000 lekë kilja ideve. Shërrit metri katror i tokës, nga jo janë aq shtrenjtë idet. Natyrisht është shëritur metri katror, sepse po i zënë këto me pallate që po bëjnë. Prandaj po i jap dhe juve ca ide. Mendova mos i kishe marrë për të goditur ata të cilët janë kundra këtyre monumenteve historike që ne kemi në Tiranë. Neve i duam monumentet, i duam gjitha që janë, përsa i jap dhe atitu, nga ana kulturore, çdo gjë i duam, ne e duam artin, ajo dihet. Qa kanë pallatet? A ke mundësi ti si qytetar ndërtosh i pallat? Unë do ndërtoja pallat nëse do kisha vend të përshtatshëm, po këto po zëjnë rrugët, po zëjnë parqet, po zëjnë çdo gjë po e zëjnë këto që të bëjnë pallate. Kush po i zë? I po i zën Edi me shokët, sepse vetëm ai jep lejet, ai është kryemafiozi që jep leje për çdo gjë, Ai futurin gjithandej. Edhe do që të duket i famshëm në Evropë, tek bota, tek njerëzit që pranon këto LGBT-të, që pranon inteligjencën, që pranon diellën, ky do duket i famshëm, prandaj i pëlqyer nga Evropa, nga bota. Kur s'është i pëlqyer nga ne vetë shqiptarët, atëherë kot ja vlen. Është budallik që të dua të tjerë, kur nuk të do njeriu jot, neve që jemi shqiptar vetë. Edhe çfarë thotë Edi, bëjnë këto ministrat, edhe ka përdiset hajde legjenda! Ka përdiset, i kusta i vari. Ka përdiset pastaj Rama e thot jam mbret, jam sultan, gjithë haremin në këmbë kam thot. Qa the mund bëjnë këta ministrat dhe drejtorat me majtë laps i drejtoj. Edhe ata janë shumë të sinqertë në punën që bëjnë, gjithë ministrat. I çfarë janë në mbikëqyrjen e atit palloshit tonë të gjatë. Kjo është pikë mohabetit. Kryeministri shumë shpejt ka thënë që edhe martesa do t'i kalojmë online. Pra ish kryetari i bashkisë, sepse tashmë është i shkarkuar, ish kryetari i bashkisë i bëndën Tarac, që martonte aty lloj gjinish, gjini të njëjta, gjini të kundra etj, por s'po hym kësaj pjese. Ndërkohë Rama ka filluar që ta kalojë në një nivel tjetër këtë dhe do të kalojë martesat online. Edhe kjo s'më pëlqen fare, ç'është kjo online. Unë dua që me ato ose fëmijët e mi, me ato që do martohen, duan ta shohin njëri tjetrin, ta prekin njëri tjetrin. Po ç'është kjo online, mua atëherë qëllon që unë online dikush mund të marrë një plak 80 vjeç, edhe thot u martova thot. Do të thonë, këto gjëra janë shumë absurde dhe janë shumë sataniste. Janë tamam veprat e djallit këto. Nuk duhet t'i pranojmë popullin shqiptar edhe të gjithë popujt e botës, nuk duhet t'i pranojnë këto qa janë këto online, on lesh, on prasit. Qa mendimi keni për inteligjencën artificiale në Shqipëri? Inteligjenca artificiale në Shqipëri ka ca ana pozitive, por më shumë ka ana negative, sepse ajo na bën neve temi dembela, mos të mendojmë dhe çdo gjë ta kërkojmë nga inteligjenca. Kjo s'është e drejtë. Duhet dhe ne të lexojmë, të mendojmë dhe të themi mendimin tonë. Gjitha këto nuk lejohen. Unë nuk jam dakord sepse ato nuk tregojnë vërtetësi. Tregojnë vetëm mashtrim, gënjeshtrim dhe që njerëzit të mësojnë me online, me lekët online, çdo gjë online, që kur li puna që lekët do i kemi në karta krediti, një klik ta bëjnë ata, ngjilesh pa lek fare, sepse këto nuk duhet besuar se janë mashtruesa, janë njerëz të djallit, janë shejtana këta, nuk duhet i besojmë. Prandaj unë nuk jam dakord fare me inteligjencën artificiale
dhe me këto online, këto unë s'jam dakord. Unë dua që të shkoj aty ke posta, ti marr lekët vet, dua që të shkoj ke dyqani të bëj shitblerje me lek. Neve kështu na mësuar dhe kjo na pëlqen sepse jemi më të sigurt kështu. Çfarë mendimi ke ti për shkarkimin tërësisht të Erion Veliajt nga posti i kryetarit të bashkisë? Do vendosi shoku i tij i ngushtë, Edi Rama. Edi Rama është vet hajdut, vet mashtrues, vet i korruptuar. Të dy bashkë ata i bëshin këto hajdute, këto gjëra korruptive, të dy bashkë i bëshin. Prandaj Erion Veliaj, tash si njeri, si krijesë e Zotit, më vjen keq për atë, sepse është krijesë e Zotit, por ama për gabimet që ka bërë, për lotët që ka derdhur në 5 maj, lotët e nënave, dhimbja e fëmijëve dhe të gjithë atyre njerëzve, i ka hyrë në mëkat atyre. Dhe kjo do bëj që të kush i bie në hak tjetrit, edhe Zoti nuk ta fal këtë. E ka rënë hak Erion Veliajt? Natyrisht, na ka rënë. Unë jetoj ke 5 maj, ishte një vend i bukur atje me gjelbërim, e prish ai në mes të rrugës ai ka për pallate më ti, në mes të rrugës, gjithandaj po shoh në mes të rrugës ka mbi pallate. Dhe kjo është bërë gjithçka me firmën e Edi Ramës, krye djalli, krye shejtani, krye satanisti i vendit tonë, që neve s'po na lë rahat ai. Kush është më i mirë, Edi Rama apo Erion Veliaj? Ky Erion Veliaj është e keqja e vogël, po Edi Rama është ky i bën të gjitha ky i bën, ky me firmën, me okejn e Edi Ramës. Prandaj Erion Veliaj ishte një barishte e vogël, një barishte e prishur. Ne duhet të shkulim të gjithë barin që kopshi jon të lullëzoj. Duhet bar i ri. Të zhduken të gjithë politikanët, duke filluar nga e majtja në të djathtë, të zhduken nga kjo faqe e dhëut, sepse na kanë marrë, po na marrin frymën, po na marrin fëmijët tanë, po bëjnë drogaxhin, edhe nuk po na lën të jetojmë jetën tonë. Rama ka nisur që t'i shfarrosi ministrat, duke nisur me diellën të parë që është një ministër me inteligjencë artificiale dhe thaj që diella do të lind edhe fëmijë. Po. Këto janë veprime sataniste, më këto janë do lindë diella. Me këto e lindë diella fëmijë me Ramën, do e lindë Ramën ato fëmijë diella. Çan ato dalliqe kështu më. Këto janë shumë dalliqe. Nëse unë nuk do të merr me këtë. Jo, ndoshta diella është shejtan, është lezetshme. Ka marrë molli për ty. Diella është shejtan. Hajde. Që po më rëvë mua kjo. Duke qenë se Rama tha që diella ku je o gjigante. Diella tha do lind fëmijë, ndoshta ai ka lënë të kuptojë që do ketë edhe ministra të tjerë me inteligjencë artificiale për çfarosur gjithta. A mendon se pjesa nuk do jarisi qëllimi, to janë broçkulla dhe edhe Meloni që është shoqja e ngushtë e Ramës, nuk jam dakord me këtë gjë tha. Se ka shoqë të ngushtë Rama me Meloni? Po ai bie në gjujë e saj. I puth këmbët, ç'a të them ty? Në thonë, unë nuk jam dakord. Ka më mirë se sa ti puthësh këmbën një femër si Meloni. Ajo është tamam mbi shejtani, është sataniste. Edhe tash këtyre trafikantëve që vinë ande nga zvin me këto çantat e pista, të mbushura me lek të pista, këto mos të bëjnë vetëm pallate. Ato i kanë hyrë në hak popullit këta me këto pallaqe po bëjnë, edhe me lekët e vjedhura që po bëjnë, me lekët e pista. Ata të paktën që të lehtësohet pak mëkati i tyre, të bëjnë diçka të mirë për popullin, sikur një lulishte për kalamajt të lozin, ndonjë gjë të bukur, ndonjë lodër, diçka që të lehtësohet çik mëkati i tyre. Këtë sinjal kam për këta, do të thonë këtë mesazh kam për këta trafikantët. Je gjithmonë gjigante.